Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të shtundat 11 tetor. Në gazetën Telegraf mund të lexoni shqiptarët e kanë humbur besimin te drejtësia sepse ajo nuk funksionon. Opozita shqiptare Xhixho, shteti po i mban pensionistët në mjerim, rritja 2.5% është qesharake dhe propaganda e çmimeve të larta. Lux Debalt, Bashkia Librazh në delir hedh 300 milion lek për të parë yjet me teleskop, qytetarët pa ndriçime kanalizime. Në gazetën Dita mund të lexoni kur vrasja duartokitet. Këto janë kohë të zymta, kemi nevojë për shumë më tepër forcë të brendshëm për të jetuar. Prokurori i shkarkuar përfiton 70% të pagës në KLP edhe pas moshës së pensionit. Shtëpia e bardhë shpërthen ndaj Komitetit Nobel për çmimin për paqen, nuk ju dha Trumpit. Konflikti mes ndërtuesve kosovar, aeroporti Vlorës drejt shtetëzimit. Debati mbi gjinin, drafti i ri ndes diskutime. Ky është orari më i mirë për ëmbëlsirat nga rubrika e shëndetit. Në gazetën Panorama mund të lexoni zgjedhjet në Tiranë, çfarë ndodh me bashkitë, eksperti tregon skenarët, pas 3 ditësh Veliajn e nxorën nga burgu, çfarë di Berisha për ish kryebashkiakun. Alarm pas vrasjes së gjyqtarit, Begaj takon krerët e drejtësisë. Kompensimet si të përfitoni parcelën e pronës së legalizuar. Në Panorama Sport mund të lexoni nga droni në botror, historia kërkon vazhdimin. Sot ora 20:45 Shqipëria përballet me Serbinë në një ndeshje vendimtare. Formacioni kuqezim në fushë me gjithë artilerinë e rënd. Hysaj do rekordin, Cana shanset 50-50 tregojnë forcën në fushë. Silvinho jam mësuar me presionin, kam besim te djemt. Ish sulmuesi, kushta serbët të sëmur e gërsohen nga shqiptarët. Vendasit me paranoja, një polic për një shqiptar, njësi speciale ruajnë kombëtaren. Tirana e re merr form, udhëheqin Tabeku e Pacacia. Kërnaja trajner me 2 turnet e Partizani. Laluci flamurtari po humbet dinjitetin mbi jetesa e vështirë. 2 formacione për një titull, vllaznia kompleton organikën. Barazimi me Slovenin, por ruan vendin e dytë. Kosova barazim me Slovenin, por ruan vendin e dytë. Gattuso luaj me zjarrin, rrezikojnë play-offin.